Përshëndetje, mirë se vini sërish në kanalin tim. U bë një kohë gjatë, shpresoj të më mbani mend, shpresoj t'ju ketë marrë malli. Ka qenë një periudhë goxha e ngarkuar për mua në fakt, kështu që më është dashur të bëj një seleksionim, kështu që kam qenë pak më aktive në rrjetet e tjera sociale sesa këtu në YouTube. Por, duke qenë se po afrojnë festat, edhe këtë vit kam vendosur që do bëj pak më shumë zbukurime, do ta bëj pak më të madhe, krahasuar me vitet e kaluara, që ishte jo shtatzania, pastaj Rael ishte e vogël dhe nuk është se kuptonte shumë, por tani që po bën gati 3 vjeç, edhe kupton më tepër, reagon ndaj gjërave, ka mendimin e saj, i pëlqen si pëlqen. Kështu që thash ka ardhur momenti që të krijojmë traditën që këto festa t'i bëjmë të magjishme, dhe ishte momenti perfekt për të rikthyer në YouTube dhe për të filmuar dhe për t'ju treguar gjëra të bukura. Kam menduar që t'i ndaj në disa episode, duke qenë se kam goxha për të dekoruar dhomën e ndenjës, kuzhinën që kam vendosur t'i bëj të veçanta, sepse ka shumë gjëra për të bërë. Ndërkohë ambientet e tjera do kenë ca dekore të vogla, kështu që t'i fus të gjitha bashkë. Por në videon e sotme do kemi thjesht një haul, pra blerjet që unë kam bërë, blerjet të reja që kam bërë për këtë vit. Patjetër që kam grumbulluar rraqe pafund në vitet e kaluara, por këtë vit mendoj se kam plotësuar disa gjëra që më mungonin, plus për pemën kam vendosur që do ta ndryshoj dhe këtë vit dua ta bëj kështu të inspiruar nga vitet 90, pra kur ne ishim fëmijë që kishte shumë ngjyra, lodra dhe gjëra të ndryshme. Dhe kishte disa ngjyra që më mungonin, doja ta bëja domethënë me të gjithë ngjyra, të kuqe, të bardhë, gold, blu, jeshile. Nëse u zgjata pak shumë duke folur, po vërtet më kishte marrë shumë malli për të folur me ju këtu në YouTube. Dhe mund të llomotis edhe në vazhdim të kësaj videoje, kështu kot thjesht për t'ju treguar, por që le të fillojmë shpejt e shpejt. Me qënë se ju fola për pemën, atëherë le të shohim çfarë kam marrë të re për pemën. Mora një nga këto rruzat që unë si kam pas përdorur kur, por tek një foto inspirimi që kisha për pemën e këtij viti, pash që kishte kështu rruza. Në fakt do t'i kisha dashur ngjyrë tjetër, do t'i kisha dashur blu ose jeshile, por nuk kishte. Kam vizituar disa dyqane dhe nuk gjeta, kishte vetëm kështu gold, kuqe, silver, kështu që vendosa t'i marr. Në fakt nuk është gold fare, ishte një tjetër që ishte gold. Këtë mund ta quajmë një ngjyrë shampanje. Më pëlqeu shumë, tani shpresoj që të më dali kjo për pemën. Pema është kjo, që në fakt është blerje e re edhe pema, por që nuk ka përfunduar, e vendosa dje dhe u lodha në fakt duke hapur, dhe vendosa dhe vetëm dritat, por që nuk do jetë kjo kaq, domethënë, mos mendoni, kemi plot gjëra për ta zbukuruar. Mora ca topa boqelli, pra për të kompletuar ngjyrat. Gjeta ca muffins, shumë cute, kështu roz. Raelit do t'i pëlqejnë shumë. Nuk i kam treguar Raelit asgjë nga këto, sepse e sigurt që do t'i merrte për të luajtur. Dhe uro që të mos ma ngacmoj pemën, dhe pema të funksionoj si pemë dhe jo si lodër, por që këto ishin shumë cute dhe më pëlqen që ishin me këtë ngjyrën pink kështu. Tani të shohim se si do na dali, domethënë kjo pemë me të gjitha ngjyra. Mora tjetër 3 topa nga këto me dizenjo, sepse pash tek inspirimi që kisha në foto që kishte. Dhe do kisha dashur ca zbukurime jeshile, por kishte shumë pak edhe shumë koti
nuk ishin ato që unë kisha në mendje. Kështu që nuk e di si doja bëj, por duhet të marr edhe duhet patjetër të gjej edhe ca jeshili sepse ndryshe nuk kompletohet. Mora edhe këtë angjëllin, sa i bukur. Por është kështu material që thyhet, uroj të mos ta ngacmoj Raeli. Mora pastaj ca kështu si xhami. Nuk më pëlqen aq këto me thënë të drejtën. Kështu flok bore, po janë akrilik si xham, nuk e di sa mund të duket në kamera. Në foto aty dukeshin shumë bukur, këto e kam porositur online, por kur më erdhën, nuk e di tani të shpresojnë që në pemë do duken bukur. Këto do t'i kem për pemën e vogël, sepse do t'a vendos edhe atë, pra këtë vit do kemi 2 pemë. Pemën e vogël kam vendosur që do t'a vënë në kuzhinë. Po që do t'a dekoroj një çik më pak, sa është e vogël, kështu që uroj që do lodhem shumë atë. Dhe po, këto do t'i lë për atë. Pastaj gjitha ca gjëra kështu nga këto të vjetrat, ca zile, daulle, nuk e di të shohim. Dhe kishte edhe një babagjysh, shumë. Për pemën gjithashtu, edhe këto e porosita online. Ishin një 6 kështu angjëj, druri. Mendoj se janë shumë cute. Pastaj kam pafund topa të kuq, gold, silver, rose, kam gjithashtu e kam pasur pemën një bit rose. Kam plot nga ato, por që duhet të hap kutitë dhe të shikoj se çfarë kam që të shoh pemën. Mora disa kështu shtëpi të vogla druri, sepse kam qef të bëja të fshatin. Kam edhe ca pemë që kam pas nga viti kaluar, kam një slit, do t'ju tregoj se si do t'i kombinoj. Kjo është vetëm për blerjet. Kështu që shikoni thjesht këto për ide, pastaj se si do t'i vendos do t'i shikoni në video të vazhdim. Mora edhe këtë për pemën. Kështu në foto duket cute, e lezetshme, po materiali nuk është më një që kush e di se çfarë, dhe nuk është se jam shumë e kënaqur me këtë, por nise. Online e porosita dhe këtë në lirë, kështu që çfarë mund të presësh. Ndonjëherë zhgënjehesh goxha nga këto gjërat, sidomos kur ke pasur eksperienca goxha të mira online dhe ke pas shumë gjëra të bukura, por gjithsesi. Tani, kalojmë tek një tjetër blerje, që janë disa ngjitse për xhamat dhe unë i kam marrë këto për dritaret e banjove. Po, e di që po e egzagjeroj pak, që kam vendosur të dekoroj edhe banjot, por shumë pak. Do me thënë, tek banjo vogël, që kemi këtu në katë 2, do vendos vetëm këtë tek xhami. Okej? Kaq. Ndërsa tek banjo poshtë, që është më madhe, do vendos këtë tek xhami dritares dhe mora dhe një rrugit për tek dushi. Shikoni pak sa lezetshme që është. Që kur të bëj dush në Izrael, ti duket një eksperiencë kështu, ka ardhur lutëri edhe kështu. Po, e di që po egzagjeroj pak, por që kjo periudha e festave dhe vitit të ri, mua më ka pëlqyer gjithmonë shumë dhe normalisht dashur më pëlqen. Edhe kur kam qenë e vogël, i kam pasur shumë qef këto gjëra, po mami jonë nuk është se na bënte shumë kështu, nuk na bënte fare në fakt, nuk bënte zbukurime, pemë, gjëra kështu. Na ka pas bërë gjyshi. Ai na bënte gjithmonë, se kur ishim të vogla, shkonim të kalonim vitin e ri në Durrës tek gjyshi. Mami im është nga Durrësi. Edhe ai na bënte gjithmonë, bënte pemën, edhe na bënte shumë dhurata, bënte një thes plot me kukulla. Edhe ka qenë një eksperiencë që unë e mbaj mend me shumë dashuri dhe shumë gëzim. Dhe jam ndjerë shumë mirë dhe dua që dhe vajza ime të ndjehet ashtu. Më pas gjyshi vdiq kur ne do kem qenë 4-5 vjeç ndoshta, sepse e mbaj mend si ngjarje, por nuk kam qenë ender në shkollë, këtë e mbaj mend shumë mirë. Edhe më pas nuk na e bëri më njëri.
Kështu që unë tani po mundohem të shëroj atë fëmin brenda meje duke ja bërë të gjitha këto vajzës time. Kështu që kjo është domethënë se u bëra pak emocionale tani. Prandaj kam shumë qejf edhe ajo të përjetoja atë gëzimin që përjetoja unë kur isha e vogël atëherë dhe që kur të rritet ta mbaj mend me shumë dashuri dhe me shumë nostalgji periudhën kur ka qenë tek mami dhe babi. Me qënë se ishim tek rrugista, të tregoj pak edhe rrugistën që mora për derën kryesore, pra kjo do jetë jashtë. E lezetshme ishte dhe kjo. Më pëlqeu. Pastaj për derën kam ca zbukurime të tjera. Gjithashtu mora dhe këto shtrojcat për të ngrënë, janë 4 copë. Okej, ishin të lezetshme, po janë pak të holla, pra një material jo shumë i mirë. Dhe nuk e di se sa do më rezistojnë, por këtë vit e sigurt që po. Dhe gjithashtu për kuzhinën, mora edhe 2 peshqir. Këto, përveç se janë shumë të lezetshëm, ishin edhe cilësor. Ja. Janë mirë, domethënë. Me këto jam e kënaqur dhe ishin 2 copë, normalisht, një laj, një shplaj, por do mundohem më shumë të përdor ato të vjetra, do t'i lë në një cep që mos duken shumë edhe këto do t'i lë kështu thjesht për zbukurim, jo për të përdorur. Tjetër mora një kështu mbajtëse për qirin, që mund të përdoret edhe për festa edhe jo, po ishte shumë e këndshme për të vendosur aty në mes të tavolinës së ngrënies dhe mora dhe qirinj. Tani unë nuk e di pse mora 2 qirinj, pse mu fiksua që kjo ishte dyshe. Tani duhet të shkoj prap në dyqan të marrë edhe një qiri tjetër. Qyqa! Në treme! Qa pate më emoji? Hajde këtu. Mos më ka trëmbë. Nuk e prisja fare, dhe më thënë. Isha zhytur aty në muhabetin tim. Kur ja jep ky. Kështu dhe më thënë, do më duhet të kthejmë prap në dyqan për këto. Çfarë kam tjetër? Mora dhe ca kështu flok bore tjetër. Nuk duken shumë këtu, se janë të bardha, por që do t'i shikoni kur t'i vendos. Të i mora për dritaren tek shkallët. Dhe këto janë paka shumë, mora dhe këto klëfet për jasticet. Ja, e kam vendosur një atje, kam dhe një tjetër për ta marrë. Ja. Janë këto, që faktikisht në foto dhe në kamera, po duken shumë bukur, por live nuk janë ndonjë gjë. Por që gjithsesi Raeli t'i pëlqen shumë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mora dhe ca drita për tek balkoni, që i kam vendosur tek balkoni këtu, nga ato që karikohen me diell dhe ndizen natën dhe janë shumë të lezetshme, mund t'ju lëm ndonjë video këtu që ta shikoni. Kam porositur edhe një palë të tjera, sepse nuk ma mbulonin të gjitha të pjesën e balkonit, kështu që e lanë deri në gjysmë, porosita edhe një palë të tjera dhe kam porositur edhe një palë drita për pemën në obor, për mandarinën, që të duket kështu lezetshëm edhe obori, po në obor nuk është se do bëj shumë dekore këtë vit. Shpresoj që në vitet e tjera ta dekoroj më bukur edhe oborin. Kështu që kaq kisha, këto janë domethënë blerjet që kam bërë për këtë vit. Porosita edhe një set për krevatin, do t'ju lë një foto këtu që ta shikoni. Ishte klëf jastiqesh edhe klëfi jorganit, edhe duken shumë cute që edhe tek dhoma gjumit të duket pak sikur ka ardhur festa. Prit. Se nga që i kam vendosur këto gjërat dhe nuk i kam parasyve dhe nuk ashtu. Mora dhe një palë drita, këto dritat ishin me bateri dhe ato i kam vendosur tek dhoma e
Raelit tek dritarja. Ato janë e vetmja zbukurim, do me thënë i vetmi zbukurim që unë do vendos tek dhoma e Raelit, se normalisht nuk dua të më shkatroj gjë, atje lart nuk ja arrit, por edhe duket bukur. Kështu që kaq, po, tani besoj se nuk kam harruar asgjë. Do të shihemi në vazhdim tek videot e dekoreve. Mos harroni të bëni like, subscribe si gjithmonë, bëni dhe share që të më shohin sa më shumë, sepse e di që nuk kam qenë aktive, disa mund të më kenë harruar, algoritmi më ka harruar, kështu që supporti juaj do më ndihmonte shumë që të rikthehesha tamam. Okej, kalofshi bukur.